Nga fama në tragjedi, aktori goditet me 8 plumba dhe humb një këmbë. Michel Prela, aktori kryesor i filmit Sajmir, i luajtur në Itali, me aktorin e madh Xhevdet Feri, tregon kalvarin e jetës nga fama në Europë, burgu, atentati me 8 plumba deri tek jetesa në azilet e Tiranës. Michel i gjymtuar nga atentati, ku njërën këmbë ja kanë amputuar, thot se aktualisht po qëndron në një azil ditor me 20 vetë të tjerë në dhomë. Kam një fatkeqësi që jam i amputuar, dikur kam qenë artist, kam luajtur me të madhin Xhevdet Feri që sot s'është më dhe kam ardhur për të bërë një apel se kam shkuar në spitale dhe s'kam gjetur zgjidhje, tha ai për gazetarët e një emisioni investigativ. Fama në Venecia, Berlin, Cannes. Filmi Sajmiri është xhiruar në vitin 2005 dhe 2006 në Rom, Milano, Ostia dhe Firenze. Pati dhe një sukses në festivale Venecia, Berlin, Cannes. Pata fatin dikur të njoh Tarantinon, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Al Pacino dhe shumë vipa ndërkombëtar ka pohuar ai. Filmi ishte dramatik dhe quhej Sajmir, i cili është edhe emri i tij në film. Unë jam në rolin kryesor, unë u përzgjodha rastësisht në rrugë, isha me një motor dhe ndaloi një person. Më mbrapa pata fatin të mësoja me të madhin Xhevdet Feri, unë atë kohë s'isha në shkolla aktrimi, isha 18 për 19 vjeç, shton më tej Michel. Sipas tij, regjisor italian, Francesco kishte ardhur nga Italia dhe kishte bërë promovime tek Akademia e Arteve me aktor profesionist dhe s'kishte gjetur aktor. Më përzgjodhi mua, xhirova dhe ishte një eksperiencë fantastike. Sajmir ishte dram, tregonte marrëdhënien babe bir që pati dhe shumë sukses, thot 39 vjeçari. Killeri u pagua 80.000 euro për kokën time. Micheli tregon se jeta e tij është vërtet një film, krahas atij të luajturit. Pata oferta për të bërë filma të tjerë në role kryesore, por që më ndodhën disa probleme që si kisha parashikuar. Shkova në një rrugë të gabuar, u ktheva në Shqipëri dhe më ndodhi një problem. U konfliktova rastësisht për të mbrojtur një shok të vjetër. Ai personi erdhi për të më qelluar mua, për vetë mbrojtje e qellova edhe unë, pohoi Micheli. Për këtë ngjarje ka shkuar në burg dhe është akuzuar për plagosje. Më dënuan me 10 vite burg, mor avokat dhe e ula. Në qeli kam qëndruar 5 vite në moshën më të re dhe më të mirë, thot ai. 39 vjeçari shton se me personin që ishte konfliktuar ishte sqaruar. Ky personi që plagosa futi persona të tjerë për të më vrarë, nuk erdhi vetë, pagoi një killer. Ky që nuk e njihja fare ishte në një hotel. Sapo dola jashtë më thiri, o Michel, dhe mbaj mend që më ka kaluar plumbi i parë në rëz të veshit, më ka gjëmuar në një distancë të gjatë deri tek shkolla Partizani, duke mos u rreshtur fare. Unë pata 8 gjuajtje, 8 plumba në trup. Një e kam akoma në kock, i cili më shpëtoi se pata një fluturim. Më qelloi pas shpine dhe duke më ndjekur të 8 plumbat rrëfen ai. Më tej tregon edhe momentin më dramatik me përballjen me vrasësin. Më në fund fare mbaj mend që ka ardhur dhe më ka vënë pistoletën në ball. Kam reaguar dhe i kapa pistoletën me dorë, ja çova sipër se s'do të isha më në këtë ditë. Ma vuri prap në kokë, por s'kishte më fishek dhe iku me vrap. Te dora më kapi plumbi. Ky ishte paguar nga personi në fjalë 80.000 euro për eliminimin tim. Atentatori është në burg, ndërsa porosicit nuk e di, shtoi Micheli. Në spital ka kaluar një tjetër dram që zgjati plot 6 muaj. Hipa në makinë dhe më çuan tek spitali Nën Tereza. Isha me pantallona të shkurtra, isha tërgjak, me 8 plumba, s'jam pak. Vinin doktor dhe këta të policisë, mua mu merreshin mend, po ikja dhe ata më pyesin kush të gjuajti. Nuk e di, u thash. Vjen policia dhe më çojnë në spitalin ushtarak, aty më marrin me barel, më fusin në sallë. Ishin 2 infermiere, më pan kështu me gjak, më than: "Lene mo, mos e prek me dorë." Fati hapet një derë dhe vjen një fytyrë fisnike.
ishte me një këmish të bardhë doktori, sot e falenderoj shumë. U thot, kapeni dhe i qonë në djallë, kapeni dhe reanimojeni. Më pas mbaj mend më asgjë. Jam çuar pas 3-4 ditësh e pas një jave se mbaj mend kam ndenjur 6 muaj në spitalin ushtarak. Luftë për jetë dhe arrita të mbijetoj, ka treguar Misheli. Sipas tij doktori quhet Skënder Buçi. E falenderoj shumë dhe doktorët e tjerë që u ndodhën në atë spital. Arrita të shpëtoj, plumbat i kam pasur në bark të veshi në dorë. Një kam akoma, fal Zotit ja dola. Pata probleme me këmbën, njëra këmbë më amputuan këtu, se këtu më mbanin dhe bënin ndërhyrje. Shkova në Francë, kërkova azil, s'më dhan, por pata një trajtim mjekësor, u ktheva por fatkeqësit s'mundan njëra pas tjetrës dhe nuk po bëj derman, vijoj ai. Më në fund tregon se pas gjithë këtyre vuajtjeve është i pastre. Unë sot jetoj në qendrën Streza që është në Shkozë. Momentalisht kam shumë probleme, jam vetëm, erdha, thash, ti drejtohem emisionit, artistëve kombëtar dhe ndërkombëtar kush të doj të më ndihmoj. Aty ku jam tek Streza janë me 20 veta të tjerë dhe nuk kam mundësi ta mjekoj këmbën, as se si të lëviz. Më thanë se do të më jepnin një shtëpi. Unë s'ka mundësi tjetër, marr një kemp 140.000 lekë të vjetra në muaj, të cilat s'më mjaftojnë as për mjekime, ka thënë ai.